Kjo si projekt nuk është i rastishëm, me siguri është analizuar, është projektuar dhe është pa shumë i nevojshëm, me siguri keni edhe të dhëna që janë, po e quajnë thojza emergjente, që duhet të praktikohet hala ma shumë edhe nga vetë ne si shoqëri. Po besoj që ta sqarojmë dhe ta shtjellojmë edhe për ata, të cilët nuk e dinë shumë rëndësinë pse duhet sa më shpejt të kthehemi sa më shumë nga kjo lloj i marrjes së shërbimit të energjisë. Po, sigurisht. Domethënë potencialin më të madh ne e kemi në eficiencën e energjisë. Të pas parasysh që 98% e energjisë prodhohet nga të ngjilli, është pak më vështirë me kalu te burimet e ripërtërishme të energjisë. Po potenciali më i madh, të pas parasysh edhe gjendjen e shtëpive dhe banesave, potencialin që mundemi me nxjerr më shumë është në eficiencën e energjisë. Për atë edhe projekti është fokusu, pjesa më e madhe është fokusu në eficiencën e energjisë. Domethënë, që e tha edhe filloi ta më herët, synimi kryesor është me kalu prej të ngjillit në burime të ripërtërishme, mirë po në anën tjetër, me eficiencë të paktën e zvoglojmë shpenzimin, edhe në të njëjtën kohë i bojmë që familjet me pas më komod mrena në shtëpi. Ka raste për shembull kur momentalisht dimrit vetëm një shtëpi, një dhomë ngrohet. Po, për arsye se ose ka nevojë shumë më shumë lanë djegëse, ose ka numër të madh dhomave. Kështu që me eficiencën e energjisë, momentin që i implementojmë masat, faktikisht energjia që prodhohet mbetet aty brenda. Domethënë kemi të rëndësishme me u fokusu ma tepër aty ku ka potencial më shumë, domethënë eficienca e energjisë. Sigurisht kemi potencial edhe me energji të diellit, pak edhe të erës, ujë s'kemi, po pse mos me shfrytzu ato ku ka mundësi, domethënë po e shohim që mundësia është më e madhe, edhe është gjendja e ndërtesave qysh është, kështu që pse mos me u fokusu në këtë moment.